edhe të zonës Osmani. Kjo është ajo që në anglisht thuhet blaming game. Pra loja e fajsimit për palës tjetër. Zoti Kurti me zonën Rushiti deshe të tregoj para opinionit, fitoi narrativën para opinionit që unë jam i gatshëm të ja bëra kompromisin, por nuk ishte kompromis sepse nuk ishte marrëveshje politike, edhe vetëvendosja, edhe lidhja demokratike bëri të njëjtën gjë. Pra, na sfidove me zonën Rushiti, ne të sfidojmë me zonën Osmani, po dihet që kishin përplasje. I quajti njerëz të rrezikshëm, më herët përmendi Bigjozin, tani është shumë diskutabile ta kandidosh dikë dhe të kërkosh votë nga dikush cilin e ke quajtur të rrezikshëm dhe Bigjozia, po nuk ishte natyrshme që të kërkoj vota nga vetëvendosja për një kandidatë të tillë. Po mendoj se më shumë ka qenë loja e fajsimit, kush do ta fitojë narrativën para opinionit, kush do të ketë pozicion më. Po çfarë është ideja tek faji, zotër Koci, se diskutimi për fajin më ngjan më shumë me nxënës shkollës fillore kur prishin diçka në shkollë që ja hedhin njëri tjetrit. Jemi duke folur për lider politik edhe për parti politike cilat do duhet ishin shembull. Për çfarë faji? Ata duhet flasin për programe cilat po besoj që nuk do të jenë ndryshe prej herës së fundit. Absolutisht ke drejt. Por kështu nuk kanë vepruar liderët tanë. Janë duke bërë lojën e fajsimit. Kush sa grush vota do të fitojë? Po, vetmat, pra mediat qëndruan deri pas mesnate, duke të gjuar kryeministrin Kurti, duke të gjuar liderin LDK-s, të PDK-s dhe të, në fakt, përfaqësues të AK-s, të cilët vazhdimisht e hedhin faj njëri tjetrit. Ne, nga momenti që në mbyllë vetë votimet, në 28 dhjetor, unë personalisht mendoj që as ka pas përpjekje për ta zgjedhur presidentin. Përpjekje të sinqerta nuk ka pas, nga askush. Do thotë ka pas përpjekje që kush kë do ta fajsoj, kush kë do ta nxjerr fajtor para opinionit, në mënyrë që në zgjedhjet pasuese të ketë pozicion më të mirë, të përfitojë në elektorat. Kjo është përkeqardhje dhe është shumë zhgënjyese, do thotë, por realitet në Kosovë. Është realitet i Kosovës dhe unë mendoj që nëse edhe pas zgjedhjeve të 7 qershorit do të vazhdohet me këtë logjik, kjo nuk mund të quhet atëherë ndryshe pos minimi i shtetësisë së Kosovës. Byherë do t'i, nëse mund tolerohen. Por nëse edhe pas zgjedhjeve të 7 qershorit vazhdohet me këtë logjik të inateve, të egove të sforcume, mendoj që thjesht do të bartin kush më pak dhe kush më shumë, varësisht nga pozicionimi që do ta kenë, do të bartin përgjegjësitë jashtëzakonshme, sepse do të futen në ujërat e minimit të shtetësisë së Kosovës. Do të jetë interesante, zotri Koci, po që se vjen një rezultat interesant aty diku që patjetër duhet të ofroj bashkëpunim dhe pse ajo në shkurt çfarë ka ndodhur, ajo tregoi që nuk arrihej në asnjë formë, asnjë bashkëpunim prej atij rezultati që kemi pasur. Për shembull, nëse deri dje dhe partia i kemi parë duke fajsuar njëri tjetrin, e më pas ti shohim duke bashkëpunuar, e befas duke u bërë të mirë për njëri tjetrin, e pritshme kjo në politikë, zotri Koci, apo jo? Po, edhe nuk e përjashtojmë që do ta shohim këtë që thua. Do ta shohim, do të thënë sepse pas 7 qershorit megjithatë do të jetë pak më ndryshe, thash pak më parë. Do të jenë në tavolinë shumë poste, gjitha postet shtetërore. Qeveria, kryeministri, kryetari i parlamentit dhe presidenca. Dhe pres që në ato pazare, ato do të jenë pazare thjesht. Pres që megjithatë të formohen institucionet dhe nuk besoj që Kosova edhe njëherë të shkoj në zgjedhje tjera. Kësaj radhe jam optimist që sepse do të akomodohen interesat e palëve të ndryshme. Ta zëm partisë e parë, me partinë e dytë, do të ketë mjaft pozicione për t'i akomodu kërkesat e tyre. Dhe kësaj radhe mendoj që do të kemi institucione.